Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Të nderuar teleshikues, paqja e bekimi dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju dhe e jani që së bashku për disa çaste të bekuara të ndjekim së bashku trajtimin e një çështje nga çështjet e fesë islame, por kësaj radhe kemi të bëjmë me bajramet, pra bajramet, festat e muslimanëve. Lidhur me këtë temë dhe çdo gjë që ka të bëjë me të, kemi të ftuar në studio Reshat Efendi Mexhidin, i cili njëherët është edhe antar i kryesisë Bashkisë Islame dhe koordinator i medreses Alaudin Paralela në Prizren. Në radhë parë shpreh mirëseardhje. Mirëseardhje Efendi. Mirë si u gjetëm, faleminderit. Natyrisht është kënaqësi që ju kemi këtu në studio dhe siç e dëgjuat, tema ka të bëjë me bajramet, me festat e muslimanëve, por përkundër asaj se bajrami kuptohet tek populli të masa gjërë se çka është bajrami, por në aspektin fetar, çka ne kuptojmë me fjalën bajram? Fillimisht, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falenderojmë të madhin Zot, krijuesin absolut të gjithësisë, që na ka nderuar me Islam, që na ka nderuar me ibadete dhe obligime të cilat ne i kryjmë me shumë dashuri dhe respekt, dhe që na ka nderuar me të dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, me bukura krijesë e gjithësisë, që na mëson të gjitha këto të mira me të cilat ne zbukurojmë dhe stolisim vetveten tonë dhe arrijmë që të përmbushim atë për të cilën Perëndia ka premtuar shpërblime të mëdha mbi ata që dashurojnë dhe ndjekin të rrugë në jetën e tyre. S'ka dyshim salavatet mbi këtë zotëri shkojnë në vazhdimsi nga ne, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi ata të cilët thrasin sipas thirrjes së tij dhe mbi mbarët të cilët e stolisin dhe programojnë jetën e tyre sipas artit të tij derisa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Tani kur është fjala për bajramet, këto janë dy festa të cilat muslimanët brenda vitit 2 herë i festojnë apo i kremtojnë. Bajrami i parë është bajrami i Ramazanit, Eidul Fitr, që vije nga origjinaliteti i gjuhës arabe, dhe bajrami i dytë është bajrami i haxhit apo pas momentit të qëndrimit të haxhinjeve që qëndrojnë në tokën e shenjët në Arafat apo në rrafshlartën e Arafatit përbri Mekës. Pra kanë bënë me dy shartet e fesë islame, me dy kondita, me dy shtyllat e fesë islame, të cilat muslimanët i kanë përborxh me i krye, sa herë që ata i ndeshin ato dhe janë gjallë në jetë. Kështu që këto janë festa de facto, të cilat kalendari islam i mban në vetveten e tij dhe që muslimanët i ndijnë obligative për t'i kremtuar dhe për t'i festuar, ndonë se kalendari islam i muslimanëve ka dhe data tjera, shënime tjera historike, që janë po ashtu gjëra të mëdha, por nuk janë në rangun e këtyre dy festave që këto i kanë muslimanët pra. I nderuar Efendi, do thotë këto kanë kategori më të lartë të festave, do thotë nuk kategorizohen asnjë festë me dy festat e bajramit. Asnjë festë nuk kategorizohet me këto dy festat e dy bajrameve, sepse këto janë festa që vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam i punoi me rastin e kryerjes së këtyre ibadeteve dhe janë festa që kanë ndodhur do thotë pas urdhrit të Perëndisë, pas urdhrit të agjerimit të Ramazanit dhe pas urdhrit të kryerjes së haxhit që muslimanët e mundshëm ekonomikisht dhe natyrisht fizikisht në pikpamje shëndetësore dhe në pikpamje televizijës së lirë pra gjeografike që mund shkojnë e kanë përborxh me kryer një herë jetën e tyre. Kështu që këto janë festa që u dedikohen këtyre dy madhështive dhe vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qenë ai i cili këto i ka organizuar në jetën e tij, i ka tubuar besimtarët për rreth tij dhe ka dhënë të gjitha ato instruksione që pothuajse sot ne i punojmë në jetën tonë sa herë që i ndeshim këto festa. Cilat janë ato instruksione apo si e ka festuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy bajramet? Natyrisht, festa është festë, festa e bajramit të Ramazanit është një festë që ka një kozgjatje prej 3 ditësh, ndërsa festa e Kurban Bajramit është një festë që ka një kozgjatje prej 4 ditësh, dhe festa e
bajramit të Ramazanit, që neve e njohim për bajramin madh, që në fakt sipas fjalorit dhe sipas terminologjisë islame është bajrami i vogël ky i Ramazanit dhe i kurbanit është i madhi, sepse atje bëhet sakrifica, prerja e kurbanit dhe mundi dhe lodhja është diçka tjetër, do thotë. Po sidoqoftë ne nuk po i ngacmojmë këto terme, pra po i flasim ashtu si populli i njeh, bajrami i madh dhe bajrami i vogël. Natyrisht që pejgamberi alayhi salatu wasalam në vitin e dytë të hijretit për herë të parë bën faljen e namazit të bajramit të Ramazanit, sepse në këtë vit është bërë edhe obligim edhe agjerimi i muajit të Ramazanit. Kështu që me kryerjen e muajit të Ramazanit vije pra si hariq apo myzhde falja e namazit të bajramit në ditën e parë të muajit të Shevalit që pason muajin e Ramazanit. Do thotë dita e fundit të muajit të Ramazanit përfundon dhe vije nata e parë e muajit të Shevalit që dita e nesme do thotë gdhin dhe na sjell festën ne që pejgamberi alayhi salatu wasalam natyrisht që ka falur me njerëzit e tij dhe në konditat e shariatit islam preferohet që kjo festë të jetë ajo e cila falet në vende publike. Do thotë më e preferuara sipas një mendimi jashtëzakonisht dominues të madh të dietarëve është që të jetë një hapësirë gjerë ku mund të tubohen njerëz nga të gjitha anët dhe ku numri i tyre të jetë sa më i madh. Dhe natyrisht preferenca apo edhe mundësi tjera të falurit të namazit të bajramit në shtëpitë e Zotit apo në xhamit që ne i quajmë, është një prej atyre mundësive do thotë që realizojmë dhe kur kemi të bëjmë me vendin tonë do thotë është shumë e natyrshme sepse kushtet klimatike pra ndryshojnë nga ato që ka gadishull arabik dhe ku praktikisht është zhvilluar ky ibadet apo ky namaz nga pejgamberi alayhi salatu wasalam ku dhe sot mund zhvillohet do thotë në kushte dhe në ambiente të tilla, megjithëse sot struktura dhe infrastruktura e ndërtimit të botës pra ka ndryshuar, xhamit janë të mëdha dhe sipërfaqet janë jashtëzakonisht të bollekshme që me marrë një numër të madh të konsiderueshëm të njerëzve, kështu që do thotë është ajo përfundimtarja që namazi duhet të jetë pra në vend të caktuar dhe i destinuar apo i ditur nga njerëzit se ku do të falet namaz që tani falet në ditën e parë të muajit të Shevalit natyrisht pas lindjes së diellit së kësaj dite, edhe namazi i bajramit të Ramazanit, po edhe namazi i bajramit të Kurbanit. Do thotë kjo është koha kur starton falja e këtyre dy namazeve, të këtyre dy festave madhore që kemi ne pra në shariatin islam dhe që është një namaz prej 2 rekateve, të cilat falen 2 rekate në fillimin. E kategorinë e cilit obligim? Tani, sipas mëdhëbeve, ndryshojnë, do thotë. Po, në mëdhëbin tonë që neve jemi, do thotë e kemi në kategorinë e vajxhibit të obligueshmërisë, së domosdoshme që këto namazet i falim. Do thotë i kryjm. Kategoria e vajxhibit besoj se është e njohur për besimtarët musliman që është kategoria e dytë pas farzit, do thotë farzi është. Ndërsa te mëdhëbet tjera, do thotë është në kategorinë e sunetit, dhe në mëdhëb tjetër është në kategorinë e farzit, po të farzi kifaje, do thotë që nëse dikush e kryen të tjerët, shkarkohen nga obligimi. Po tek neve është pra në kategorinë e vajxhibit, prandaj edhe i mbetemi besnik kësaj rruge dhe kësaj tradite islame dhe këtij orientimi që është në këtë nivelizim do thotë kryerja e këtij ibadeti. Ne po shohim gjithnjë sipas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pas namazit, si duhet manifestohet bajrami? Pas namazit bajramit. Si duhet veprojmë besimtarët? Tani, kur jemi tek veprimi dhe ajo që ne duhet veprojmë në aspektin praktik, si duhet pas faljes së namazit, natyrisht se ka si thuash rregulla të një etike, të një mirësjellje apo të një qëndrimi. Po janë këto dhe janë ato të tjera që e paraprin po ashtu edhe lëvizjen e faljes së namazit të bajramit, duke startuar besimtarin nga shtëpia e tij drejt vend faljes apo xhamis apo vendit ku destinohet për të falur ky namaz i çmuar dhe ky namaz i kësaj feste madhështore. Dhe nëse do të më lejoni unë do të filloja që nga para namazi dhe pastaj të kalojmë në të gjitha ato që ti rrumbullaksojmë, do thotë në një interval të shkurtër kohor natyrisht me mundësitë që do të na jepen. Është e udhës që ditën e bajramit do thotë kur njeriu ngritet nga xhumi që sparit bëj larjen e trupit të tij apo atë që ne e quajmë në shariatin islam gusull. Dhe pastaj të vesh rrobat e tija të pastërta. Nëse do t'i ketë të reja të blera enkas për festën e bajramit, do t'jetë e mirëseardhur. Po nëse nuk do t'i ketë mundësitë dhe kushtet ekonomike që t'i siguroj vetvetes një luks të tillë, atëherë mjaftojnë që rrobat e përdorura të jenë të pastërta dhe të jenë të rregulluara në mënyrë se shkon në një tubim madhështor ku takon shumë njerëz dhe që mos shkosh me diçka që mund t'i
lësh vetvetes një mbres të keqe në mesin e atyre njerëzve. Do të thotë pastrimi i trupit është obligativ në shkallën e sunnetit, pra, dhe marrja e abdesit natyrisht për namaz është e domosdoshme, po tani nëse bëhet larja e trupit dhe abdesti nëse merret akoma është më mirë sepse është edhe një situatë më e favorshme dhe më e këndshme, më e mirë. Dhe pastaj është e udhës që njeriu parfymoset me ndonjë aromë të këndshme, por jo edhe tepër të ngarkuar. Ta teproj sepse dikujt edhe aroma e këndshme që ty të duket e mirë, dikujt mund t'i bëjë ndonjë alergji dhe mund ta pengojë dhe të thjesht dhe mund të jesh i padëshirueshëm pranë tij dhe kështu në ditën e Bajramit nuk guxojmë ne t'i lejojmë vetvetes gjëra me të cilat të tjerët do të ndihen të padëshiruar që ne jemi të irrituar prej prezencës tonë në mesin e tyre. Dhe natyrisht do të marr rrugën drejt vendfaljes apo drejt xhamisë. Prej suneteve të pejgamberit alayhi salatu wasalam është që të shkohet për një rrugë deri tek vendfalja, deri tek xhamia dhe të kthehet për rrugën tjetër. Do të thotë rrugë kjo që jo në të njëjtën rrugë. Jo në të njëjtën rrugë, mundësisht, nëse do të jenë mundësi teknike, do të thotë të udhëtimit të tij, të shkohet në një drejtim për një rrugë dhe për një rrugë tjetër të kthehet. Ka, si thuash, interpretime apo komente të lloj-llojshme, po sidoqoftë, kjo është ajo që na vjen nga pejgamberi alayhi salatu wasalam sepse vetë ka udhëtuar në një drejtim dhe është kthyer nga një drejtim tjetër në shtëpinë e tij. Dhe kur kemi të bëjmë tani me dy bajramet, është e udhës që në bajramin e Ramazanit, do të thotë kur ngritemi nga xhumi, është e udhës që të hajmë diçka, të ushqehemi me diçka. Sepse Ramazanin e kemi ndërprer në natën e bajramit me iftarin e fundit dhe tani është e udhës që ne të shijojmë diçka prej ëmbëlsirave që përgatisin nanat tona, bashortet tona, motrat tona, nuset tona në shtëpi tona prej duarve të tyre, do të thotë të bekuara që bëjnë këtë mirësi. Po më e mira është ajo që na mëson edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam që të shijojmë hurme, do thotë frytin e hurmës apo pemën e hurmës, ta shijojmë gjë që me bollek tani është në vendet tona sepse dikur nuk ka qenë, do thotë, po tani kushtet e teknikës se transportit të madrave kanë sjellë me bollek dhe është prezente. Do thotë dhe kur jemi tek hurmet është e udhës që gjithmonë numrin e tyre që ne e shijojmë apo e ushqejmë vetveten me to të jetë tek 1, 3, 5, 7. Do thotë në këtë formë të jetë ky ushqim dhe pastaj të marrim rrugën dhe të nisemi drejt xhamisë. Natyrisht është e udhës që nga familjarët tanë të marrim edhe bijtë tanë, të marrim edhe nipëret, do thotë që edhe fëmijët e vegjël, sepse është ditë gëzimi, është ditë feste, është ditë triumfi dhe fitoreje pas një lodhje dhe një mundi që kemi bërë në muajin e Ramazanit, kështu që e drejta është për të gëzuar gjithkush. Në shumë vende të botës, do thotë dalin edhe femrat edhe gratë pra marrin pjesë në shikimin e faljes së namazit dhe në të gjitha ato tjera që ndodhin atë ditë për të shoqëruar. Vendi ynë, toka jonë ku ne jetojmë, nuk e ka këtë traditë. Po nëse do ta bënte nuk ka të keqe, po nëse do të mbetej në këtë që jemi, nuk ka të keqe sepse kur jemi tek femra dhe namazi i saj në xhami, e kemi të ditur ne të qartë si musliman që femra pra në shtëpinë e saj ka 25-27 sevape nëse fal namazin në shtëpi, ka 1 sevap nëse shkon në xhami, ndërsa mashkulli nëse fal namazin në shtëpi ka 1 sevap, po nëse fal në xhami ka 25-27. Kështu që namazi i Bajramit nuk është namaz që falet vetmas, patjetër duhet të jetë xhamati, duhet të jetë një numër i konsiderueshëm i muslimanëve dhe vendi i caktuar. Prandaj, pasi që është i tillë, atëherë kanë të drejtën që edhe gratë për të qenë pjesëmarrëse. Sidoqoftë, udhëtimi duhet të jetë i qetë dhe tekbiri të shrikut të lexohet në heshtje nga njerëzit që shkojnë në xhami. Ndërsa në namazin e Bajramit të Kurbanit, tekbiri të shrikut duhet të lexohet me zënshëm pra. Sepse kemi të bëjmë me një trajtim dhe me një fest që ka një karakter dhe ka një potencial pra që ka një aktivitet të ditës së Arafatit dhe të qëndrimit në Arafat dhe të lëvizjes pastaj ditën e Bajramit të haxhinjeve nga Arafati në drejtim të Minës dhe Muzdalifës dhe pastaj edhe në drejtim të Qabës ku duhet kryen të gjitha ato rita apo ceremoni që rumbullaksohet kryerja e haxhit. Do thotë në Bajramin e Ramazanit tekbiret i bëjmë në heshtje, në Bajramin e Kurbanit tekbiret i bëjmë zënshëm pra, po jo me zën është masa për t'i çoroditur dhe komshitë dhe njerëzit, po sa dëgjon ti dhe njerëzit që udhtojnë me ty drejt rrugës për në shtëpinë e Allahut apo për në vend faljen ku falet namazi i. Në cilën ditë përsëritën tekbiret mas namazit? Tekbiret përsëritën deri në ditën e 4 tek
I qindia, namazi i qindis dhe tëtë, është, si thua, limiti i fundit, i përfundimit të afatit kohor të festës së Kurban Bajramit. Do thotë kjo është ajo që kësaj përket. Të fitër Bajrami? Të fitër Bajrami, do thotë janë ditët, një ditë është më pak është pra, se sa që Kurban Bajrami, sepse atje kemi 4 ditë dhe këtu kemi 3 ditë dhe natyrisht namazi i qindisë dhe këtu e përfundon do thotë kohën e festës së fitër Bajramit. Dhe mos harroj edhe këtë, kur ishim tek ushqimi, që tek fitër Bajramit duhet të ushqehemi pra para se të nisemi në xhami, tek Kurban Bajrami është e udhës që mos të ushqehemi, që të agjerojmë, të rrim pa ngrënë dhe pa pi, të marrim abdestin, gusullin, të vishemi dhe të marrim rrugën dhe të shkojmë dhe të qëndrojmë pa ushqyer derisa të kthehemi nga xhamia në shtëpitë tona. Është e preferuar apo është e udhës për ata që kanë për të prejë kurbanin, do të presin derisa të prehet kurbani dhe të ushqehen me mishin e kurbanit edhe vetveten e tyre, po edhe familjarët, po edhe të tjerët ku do të ndahet kurbani dhe do të shkojë sadaka në drejtimet që Shariati Islam na mëson ne. Ose nëse nuk kanë kurban, atë derisa të kthehet në shtëpi dhe kur të kthehet në shtëpi, përshëndetet me familjen, me prindërit e tij, me bashkëshortën e tij, me fëmijët e tij, bën për urimin apo atë që ne i thomi për hajr Bajramin dhe pastaj ushqehet me ushqimet që ka në tryezën e tij apo në sofrën e tij. Këto janë ato pra që i përkasin aspektit të momentit të Bajramit. Dhe natyrisht ditën e Bajramit zakonisht në vendet tona kemi neve edhe atë rëmujën e njerëzve që xhamit nuk i nxan njerëzit dhe janë të detyruar për të falë në rrugë dhe në ambientet. Preferohet që njerëzit marrin me vete batanie ose ato postëqijat e vjetra që kemi patur dikur që sot rralli gjejmë ose i kemi për qefin e për sallonet tona, të marrin diçka ku do të shtroj, për mos bërë fjalë dhe rëmuj atje dhe për mos të akuzuar xhamin dhe imamin dhe atë dhe këtë, pse nuk ka bërë ndonjë përgatitje, se natyrisht Bajramet janë 2 herë në vit dhe për 2 herë në vit nuk e ka kush luksin dhe komoditetin e ndonjë shpenzimi të madh, do të thotë për t'i bërë ballë asaj situate të njerëzve të shumtë që vinë atë ditë. Prandaj është e udhës që në këtë drejtim, nëse do të shkojmë vonë, të jemi të kujdesshëm që me vete të marrim diçka që do të shtrojmë në tokë për mos tu përlloqur ose për mos tu baltosur, do të thotë me atë që bëjmë. Sa i përket tekbirit të shrikut, a mund të citoni vetëm sa për ilustrim apo ndryshe edhe për ta ditur më mirë besimtarët? Natyrisht tekbiri të shrikut për njerëzit e kanë tani të shkruar dhe ata që e lexojnë arabishtën e kanë në shkronja origjinale dhe ata që e kanë gjuhën që flasim neve kanë në shkronjat e transkriptuara, do thotë në gjuhën shqipe, po sidoqoftë është tekbir që fillon me Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, që vazhdimisht shprehet madhështia dhe madhëria e Madhit Zot për fuqinë e tij që ai dominon mbi të gjitha këto dhe ne i nënshtrohemi atij pas një pune që na ka obliguar neve për ta kryer atë dhe që të shpresojmë që ajo punë të jetë e pranuar dhe ne të jemi të shpërblyer prej tij. Dhe pastaj kur ishim tek xhamia, do të thotë shkojmë urtë dhe qetë, vendin që ka xhamia të lira aty do të plotësojmë rreshtin, sepse në xhamia nuk ka numra dhe nuk ka protokoll zyrtar ku duhet ulet ky dhe ai dhe tjetri dhe thashëm tha. Mirë po, nëse do të kemi ndonjë njeri, tani po them në fjalorin tonë të etikës së përditshme që është funksionarës, është njeri që ka peshë në mesin e popullit, që është kryetar shteti, është krye parlamentar, është krye ministër, është ministër, është diçka. Është e ndershme që t'i japim përparësi, t'i ofrojmë një vend të merituar sepse është i pari ynë dhe vjen mesin tonë. Prandaj është e udhës dhe është e një morali, do të thotë që na obligon në një mënyrë instinktivisht që ne t'i bëjmë një pozitë atij, sepse të kundërtën nuk ka të keqë, do të thotë aty ku arrim me kohë, kush ma herët shkon natyrisht për të nxënë vendin e parë apo rrestin e parë apo safin e parë, kush ma vonë të dytin e kush ma vonë të tretin e dikush ma vonë ndoshta mbetet edhe në oborrin e xhamisë. Sidoqoftë, kjo është një diçka që ne duhet ta përfillim dhe duhet ta zbatojmë duke mos i lejuar vetvetes që të bëjmë çrregullime në këtë drejtim. Dhe kur hyjmë në xhami, natyrisht që duhet të rrim qetë dhe urtë. Nuk shkojmë tani për të llafosur me njëri tjetrin dhe nuk shkojmë për të përshëndetur me një tjetrin, por shkojmë për një ibadet të Perëndisë. Dhe përderisa nuk falet namazi, dhe përderisa nuk lexohet hutbja e Bajramit, dhe përderisa nuk bëhet edhe duaja e namazit, pra gjitha të tjerat na janë neve si thua të ndaluara, sepse xhamia është një ambient i qetësisë, një ambient i përkushtimit ndaj Allahut, një ambient i asaj që kërkuar deri aty për të kërkuar mbrojtje dhe mëshirë dhe falje nga Perëndia. Kështu që kur këto kryhen, do të thotë atëherë neve fitojmë të drejtën, qoftë edhe në xhami brenda, po qoftë edhe jashtë xhamisë për t'u përshëndetur, edhe me imamin e xhamisë, po edhe me njerëzit tjerë që aty kanë rastisë, edhe me ata që njihemi, edhe me ata që s'njihemi, për t'ju bërë për hajër
festën e Bajramit, për ta lutë Madhin Zot që Ramazanin ta ketë pranuar inshallah, dhe për ta lutë Perëndin për një mirëqenie që në të nesërmën e tutje të gëzojmë dhe thot ditë mira dhe lumturi. Dhe nga dalja e xhamisë do të shkojmë drejt në shtëpitë tona. Dita Bajramit ndryshe njihet si dita e shpërblimeve të mëdha. Për cilat shpërblime bëhet fjalë këtu? E tani dita e shpërblime për këtë na mëson pejgamberi alayhis salatu wassalam, zatën edhe në qiellin e kësaj bote, kjo ditë njihet si dita e medaljeve. Natyrisht njerëzit kur bëjnë gara sportive ose gara dije ose gara të lloj-llojshme që bëjnë, kur kryet epilogu i të gjitha këtyre, i pari, i dyti, i treti merr medalje, dhe thot prej organizatorit ose prej atij që e ka para pa atë çështje për të ndodhur. Dhe kur jemi tek Bajrami, natyrisht që është medalja e 30 ditëve ose 29 ditëve sipas kalendarit hënor, pra që numron muaj Ramazanit ditët e caktuara apo të numruara, që njerëzit janë lodhur, sepse pa lodhje nuk kryhet ky ibadet, në veçantë në ditët e sotshme që sot po jetojmë në këto ditë të nxehta të verës, dhe thot ku temperaturat janë të larta, ku zgjatja është jashtëzakonisht e madhe, mbi 17 orë, dhe thot shkon në 18 orë. Dhe thot kur kryhet agjërimi i këtyre ditëve, në momentin që përfundon, Allahu Gjellëshanuhu me madhrinë e tij do thot jep hakun e punëtorit që ka investuar djersën e tij në ibadetin e Allahut Gjellëshanuhu, dhe dita e Bajramit është pra dita që ndahen mirënjohjet e Perëndis, shpërblimet e tij, dhuratat e tij dhe të gjitha ato që njerëzit kanë bërë për Allahun Gjellëshanuhu 30 ditët e kaluara apo një muaj të tërë të Ramazanit që e kanë lënë pas vete. Prandaj festa pra ka edhe këtë qëllim që jep një gëzim tek besimtari nga ana Allahut Gjellëshanuhu një si hariq, po edhe besimtari ka një gëzim se jep një sukses të agjërimit të ibadetit të tij karshi Allahut që nuk është korrit, do thot nuk ka dështuar, ka dalë në fund me ndër, me sinqeritet dhe me përkushtim. Sa beteje. Atëherë, cili do të ishte mesazhi apo cili është mesazhi i festës Bajramit? Çfarë mesazhi del nga të dy festat, përderisa ne jemi në fitën e Bajramit apo Bajramin e Ramazanit, megjithatë teleshikuesit do të ishte mirë të ardhur për ata që dinë edhe për Bajramin tjetër, se çfarë mesazhi shën Bajramit. Ky Bajram ka edhe një, si thuash, një të veçantë që e sjell muaj Ramazanit deri para faljes së namazit të Bajramit. Është sadakatul fitri. Një kontribut vullnetar i besimtarëve që duhet ta japin për nder të muajit të Ramazanit që e nxjerrë Zoti i shtëpisë, do thot për anëtarët e familjes së tij. Natyrisht në ditët tona të sotshme kjo të bëhet në banknot apo në vlerë parash, dikur ka qenë në grur, ka qenë në elb, në thekër, në mjalt, në rushtat, oriz dhe gjëra tjera ushqimore, po sot paraja kompenzon të gjitha këto, prandaj edhe është edhe më e lehta dhe është më e dëshiruar apo më e kërkuara për tu realizuar. Dhe nëse për shkaqe të ndryshme ka mbetur në vonesë, afati i kësaj sadakaja apo i këtij kontributi apo i këtij, si thuash, shpërblimi që ti si besimtar duhet ta japësh, ke deri në momentin që fillon falja namazit të Bajramit. Po edhe nëse jepet më herët në ditët e para të muajit, nëse është dhënë, pra do të thotë është në rregull, dhe natyrisht limiti i fundit është ky. Dhe festa edhe kjo, po edhe festa e Kurban Bajramit ka të veçantën sepse ka kurbanin. Kjo ka sadakatul fitrin, ajo ka kurbanin. Që sadaka këto të gjitha Shariati Islam na mëson ne që t'i derdhem në adresë të atyre që kanë nevojë për këtë ndihmë. Qoftë për mishin, një mesazh human. Një mesazh human, qoftë për mishin e kurbanit, qoftë për sadakatul fitrin që ne e japim. Dhe natyrisht Bashkia Islame, institucioni ynë që ne i përkasim atij, në këtë drejtim ka bërë edhe një rrugë fatlume, si thuash, apo një rrugë jashtëzakonisht të kollajshme dhe të kapshme për besimtarët që merret me ngritjen apo me tubimin e sadakatul fitrit dhe shpërndarjen e saj në destinacionet të nevojshme në këtë drejtim dhe në përmbushjen e nevoja për shkollimin e nxënësve në medreset dhe fakultetin e studimeve islame, dhe po ashtu dhe me mishin e kurbanit njëjtin aksion e ka. Kështu që festa në fakt është gëzim për ne dhe duhet të jetë gëzim edhe për të tjerët. Qoftë në festën e Fitër Bajramit apo të Ramazanit, qoftë në festën e Kurban Bajramit apo të sakrificës që ne dhe bëjmë prerjen e kurbanit në këtë festë. Kjo është ajo që festa jep një mesazh paqësor, një mesazh paqësor, një mesazh detyrimisht që na detyron për kujdesemi për të varfërit, që nuk do të thotë se vetëm ditën e Bajramit do t'i kemi në mendje ata për t'ju dhënë sadakatul fitrin ose mishin e kurbanit, por është një shkollë fiktive, pra që na mëson se duhet jemi gjithmonë bujar dhe që Bajram duhet jetë gjithmonë për njerëzit tanë, cilët kanë nevojë për ndihmën tonë dhe neve kemi mundësi për t'ju ndihmuar atyre. Çfarë kontributi mund të jep kjo festë në momentin kur dihet se tani ne
po ballafaqohem me një jetë, me një dinamik tjetës shumë të shpejt në aspektin e marrëdhënieve sociale brenda familjes, me miq, me shok. Natyrisht kontributi është i ndurshëm apo është i larmishëm dhe është i shumt, do të thotë në aspektet e ndryshme. Po si të qoftë, festa e Bajramit kaluarën, tani po flasim për trojet tona, po gjithkund andaj në përbot do të thotë muslimanët kanë pothuajse të njëjtën situatë apo të njëjtin perceptim, të njëjtën qasje ndaj festave të Bajramit, që nga të katër anët familjarët mblidhen, vinë nga Gyrbeti, takohen me familjarët e tyre, pastaj vizitojnë shtëpitë, miqësinë, do të thotë miq, shok. Do të thotë niveli i marrëdhënieve shoqërore, miqësore është më i lartë. Nuk është i kufizuar, do të thotë që unë po të vi vetëm ty dhe nuk shkoj te ky, po është e hudhës që me familjar tu, me komshi tu, pastaj me të afërmit tu, me dajallart, me xhaxhallart, me tezet, me hallat, me njerëzit që ke, me ata që i njofish, me ata që të njohin, do të të komunikosh dhe të bësh për hajër këtë festë dhe të vizitosh, dhe të vizitojnë ty. Do të thotë është festë që të paktën shpirtërisht dhe fizikisht na ofron në momentet caktuara për t'i pyet hallet njëri tjetrit, për t'i shpjeguar njëri tjetrit, ndoshta edhe nevojat tona dhe si thua, edhe projektet tona, idetë tona, çfarë do qofshin ato, qofshin për kontribut dhënës apo edhe për kontribut marrës që dikush mund t'i jep, sepse përmes takimeve mësojmë edhe për situatën e të afërm edhe njerëzve që kanë nevojë dhe këto janë raste të mira, pra ideale që ne në këtë drejtim pra edhe festën të festojmë, po edhe vetveten të nderojmë dhe të na nderojmë dhe t'i nderojmë. Dhe thotë, kjo është ajo që në mënyrë, si thush, emocionale, pra vije tek neve dhe na sjell në atë ambient që ndoshta për ditë të tërë dhe muaj të tërë nuk e kemi përjetuar, sepse festa na grumbullon dhe na sjell në një tryezë apo në atë që i thomi neve në zhargonin ton popullor, në sillen e Bajramit, ulemi të gjithë familjarë zbashku dhe të paktën një buzëqeshje dhe një falënderim Perëndis që jemi takuar në një momente caktuar. Efendi, ne ju falenderojmë shumë për gjitha këto sqarime dhe një mesazh të shkurtër t'ia drejtoni teleshikuesve, pasi edhe në përfundim të muajit të madhënishëm Ramazan. Para se gjithave lutim të madhin Zot që të na ketë pranuar agjërimin, që të ketë qenë me sinqeritet prej nesh, me plot besim dhe dashuri për të madhin Zot. Dhe lutim të madhin Zot që këtë ibadet që kemi bërë, leximin e Kuranit, agjërimin e muajit të Ramazanit, faljen e taravive, faljen e namazeve tjera vullnetare, ditore, bamirësitë, sadakat që kemi bërë, të jenë kryer sipas porosisë dhe praktikës së pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe nëse këtë sinqeritet ja kemi dhënë me dashuri dhe simpati të madhit Zot, më marr mendje që portat e qiellit janë të hapura dhe në natën e Bajramit natyrisht se i presin këto vepra që në ditën e nesme për të regjistruar në thesaret e të madhit Zot për të na rikthyer shpërblimin e tij neve në ditën e gjykimit. Dhe natyrisht jemi në përfundim. Shqyr Zotit që kemi arrit me krye këtë fest, me përfundua këtë ibadet të ndershëm, këtë shtyllë të Islamit, dhe dashti i madh i Zot që të na takojë edhe me Ramazanat e tjerë dhe me festet e tjera dhe me njerëz të dashamirë dhe miq të tjerë, dhe duke përfituar nga rasti, pra e lut të madhin Zot që këtë tokë që jetojmë, këtë gjuhë që flasim, ta nderojmë me rahatinë e tij në këtë botë, bashkë me njerëzit të tjerë që jetojnë pranë nesh dhe jetojnë me ne dhe në mesin tonë, dhe dita e gjykimit le të jetë një përkthjelje dhe një siharish i shpirtit dhe qetësisë tonë të amshueshme në xhenetet e tij inshallah. Edhe një herë, pra gëzofshi festën e Bajramit, ju dhe studia juaj dhe personeli që punoni këtu dhe mbar besimtarët e Kosovës gjithandej, po edhe mbar besimtarët e mbar botës, kudo qoftë që ata jetojnë në lindje dhe perëndim të diellit në rrugën toksor. Pra edhe një herë ju falenderojmë, edhe ne i bashkangjitemi edhe lutjeve tuaja, e lutim Allahun që ju shpërblen nga të mirat e tij dhe gjithashtu të nderuar teleshikues, ju falenderojmë për vëmendjen që treguat gjatë një muaji të tërë dhe lutim Allahun që të keni patur një agjërim të pranuar tek Zoti edhe ju urojmë gjithë të mirat në festën e Bajramit dhe në festa tjera dhe miru takofshim herave të ardhshme. Allahu Akbar, Allahu Akbar.